Çfarë e bën një teknik elektronik vërtet të zot? Mjeti më i fuqishëm, në fakt, nuk është multimetri apo osiloskopi. Jo, është mënyra si mendon. Sot do të zhytemi pikërisht në këtë filozofi, atë që ndan një amator nga një mjeshtër i vërtet. Imagjinoni pak, një pajisje nuk ndizet. Çfarë bëjmë? A e trajtojmë si një shkencë apo si një lojë fati? A ndjekim një rrugë logjike apo thjesht hedhim zarin duke shpresuar për më të mirën? Ky pyetje themelore në fakt përcakton gjithçka në botën e riparimit. Ja pra, udhëtimi ynë për sot. Do të nisemi me dy rrugët kryesore të riparimit. Pastaj do të demaskojmë mentalitetin e hamendësimit përballë disiplinës profesionale. Do të zbulojmë parimin e artë të provës dhe në fund do të shohim si kjo filozofi ndërton një karrierë të fortë. Pra, çdo pllak me defekt është një udhkryq. Zgjedhja që bën një teknik këtu nuk është thjesht teknike, por filozofike. Dhe pikërisht këtu fillojnë dy rrugë krejtësisht të ndryshme të menduarit dhe të vepruarit. Mendoni pak për pajisjet e sotme. Pllaka me shumë shtresa, sekuenca energjie super komplekse. Një simptom e vetme, le të themi një telefon që riniset pa ndalim, mund të ketë 10 shkaqe të mundshme. Nuk ka një zgjidhje magjike. Dhe pikërisht këtu, mënyra e të menduarit bën të gjithë diferencën. Okej, le të eksplorojmë rrugën e parë, atë të hamendësimit. Kjo është qasja ku veprimet bazohen te zakoni, te ajo fraza e famshme, zakonisht është ky problemi, ose thjesht e fati, në vend që të bazohen te provat konkrete. Gjithçka fillon me hapin e parë. Hamendësuesi nis direkt me një veprim, zëvendëson një pjesë pa prova. Profesionisti, nga ana tjetër, nis me një mendim, një dyshim logjik që lind nga analiza e ftohtë e simptomave. Dhe kjo na çon direkt tek aktiviteti kryesor. Për hamendësuesin, puna është të ndërroj pjesë. Për profesionistin, puna e vërtet është të matë, të verifikoj tensionet, të kontrolloj sinjale, të kuptoj pse sistemi ka dështuar. Veprimi? Ai vjen vetëm pasi ka kuptuar. Pra, ja ku arrim në pikën kyçe. Pse veprojnë? Hamendësuesi vepron bazuar në përvojat kaluara ose në intuit. Profesionisti vepron vetëm kur ka të dhëna të verifikuara. Fjalitë që përdorin tregojnë gjithçka. E kam parë këtë më parë, kundrejt, matjet e mia e vërtetojnë këtë. E po, kjo mënyrë të menduari ka pasoja të rënda. Humbet kohë, rrezikohet pllaka, shtohen kostot, por dëmi më i madh është ai i padukshmi, mungesa e zhvillimit. Edhe kur një riparim funksionon me fat, tekniku nuk mëson absolutisht asgjë. Pse? Sepse nuk e di pse funksionoi. Kështu mbetet në vend numero. Tani, le të kalojmë në anën tjetër, të shohim rrugën e dytë, atë të disiplinës profesionale. Këtu harrojeni rastësinë. Riparimi është një proces i kontrolluar, i ndërtuar tërësisht mbi logjik dhe verifikim. Por çfarë është saktësisht diagnostikimi profesional? Nuk është thjesht të gjesh problemin, është disiplina e të provuarit të shkakut të rrënjësor përpara se të bëhet çdo lloj ndërhyrjeje. Çdo veprim pa përjashtim duhet të jetë i justifikuar nga të dhëna të sakta. Procesi profesional ndjek hapa të qartë, si një recetë e pagabueshme. E para, analizo simptomat. E dyta, formo një hipotezë logjike. E treta, dhe hapi më i rëndësishëm, mat për të verifikuar. Dhe vetëm atëherë kur prova është e pakundërshtueshme, veprohet me siguri të plotë. E gjithë kjo filozofi, e gjithë kjo disiplinë, në fakt mund të përmblidhet në një fjalë të vetme. Një fjalë që ndan botën e amatorizmit nga ajo e profesionalizmit. Dhe ajo fjalë është prova. Kjo fjali është thelbi i gjithçkaje. Ky është rregulli i artë. Veprimi nuk justifikohet nga mundësia, por nga siguria, dhe siguria vjen vetëm nga një burim, prova. Dhe si e marrim këtë provë? Përmes matjeve. Mjetet nuk janë aty për shfaqje, por për të ndërtuar siguri. Matja është procesi që e transformon një dyshim në një fakt të pamohueshëm dhe justifikon çdo veprim pasues. Tani, kjo filozofi nuk është thjesht për të rregulluar një pajisje, ajo ka një ndikim të thellë, afatgjatë në karrierën dhe suksesin profesional të një tekniku. Le të shohim se si. Riparimet e bazuara në prova janë të përsëritshme dhe të shpjegueshme. Kjo ndërton besim. Besimi ndërton reputacion. Dhe reputacioni ndërton një karrierë. Por më kryesorja, çdo riparim i bazuar në prova bëhet një leksion, duke e kthyer punën në një rrugëtim të vazhdueshëm rritjeje.
Edhe pikërisht kjo filozofi thelbësore e saktësisë është ajo që qëndron në zemër të vizionit ton, këtu tek e-measure team. Fjalët e themeluesit ton, Agronit, e përmbledhin në mënyrë perfekte. Me ne mund të matësh gjithçka. Kjo fjali e thjesht është shumë më tepër se një premtim për mjete. Është një deklarat fuqie. Fuqia për të kthyer hamendësimin në siguri dhe dyshimin në dije. Kjo është rruga e vetme drejt mjeshtrisë. Në fund të ditës, mesazhi thelbësor është ky. Riparimi profesional nuk është një garë shpejtësie, por një ushtrim saktësie. Qëllimi nuk është të ndërosh pjesë, por të kuptosh sisteme, dhe mbi të gjitha nuk bazohet në hamendësime, por në matje. Kjo është filozofia e diagnostikimit të saktë dhe rruga e teknikut